Faleminderit. Mirë mbrëma të gjithëve, ju që jeni këtu dhe ju të gjithë miqtë nderuar që më shihni nëpërmjet ekranit. Kalojmë ke miku tjetër, ke Jorgo Papingji, që sot përveç familjarëve i madh Jorgo Papingji ka ardhur edhe shumë njohës të mirë të këngëve të tij. Jorgo mua më ka bërë shumë përshtypje për shpejtësinë e vargut, shumë të thellë, por shkruante shumë shpejt. Bashkim Alibali mund të tregoj dhe histori me Jorgon. Jorgo punonte orar pa orar. Një gjë na ka bashkuar mua për shembull, se ishin më të mëdhej se unë me moshë, po unë që kam qenë i madh dhe kur isha i vogël, dhe rinim bashkë shumë herë. Me Akimin u takosha shumë herë ke Bryli, me Erben Dukën shumë herë ke Komuna e Parisit, me Jorgon, ku i thoshim atëre ke Qimja, ke Estrada. Por ama, lidhja midis nesh u bë një gur i fortë dhe një gur vendimtar në ato çfarë shkruan, çfarë kryeveprash, dhanë vargjet e këtyre poetëve. Lirika e Jorgos, shumëllojshmëria e teksteve, dhe të mendoni që dhe Jorgo, edhe Beni, edhe Agimi, u detyruan shumë herë pas viteve 90 të shkruanin edhe tekste që nuk i dëshironin të shkruanin, po me çfarë do jetonin. Kush mendoj për poetët tanë, të gjithë e dim shumë mirë. Dhe sa herë u takoni me njëri tjetrin dhe bënim paralelizmat midis teksteve që u shkruan pas viteve 90 dhe teksteve dikur. Dhe a e dini që i lidh dhe një faktor tjetër këto tre poetë? Sa herë keni dëgjuar ju në vargun e Benit, në vargun e Jorgos dhe të Agimit fjalën parti Enver? E po, mos ta vëje këtë fjalë në vargje në ato vite, mu besoni që rrezikonin pa mas. Por, mbetemi ke Jorgo. Jorgo ka materiale pa fund. Unë kam fatin sot të kem edhe djalin e një prej autorëve kryesor të Jorgo Papingjit, të miku tim dhe miku tuaj, Aleksandr Lado. Djali Sandri dhe ta shohim në kantor. Faleminderit e ndrisjerë dhe më ndarova, edhe të shohim edhe kam babin për para. Kujtime të mrekullueshme. Çfarë këngësh, çfarë tekstesh, Gjergj? Jorgo Papingji, Çfarë emocione. vërtet një krijimtari shumë të larmishme, ka trajtuar tema nga më të ndryshmet, ka pasur shumë emocion, poezi dhe ka pasur dhe një gjë të veçantë, një intuit për t'ia besuar vargjet tekstet e tij që nga kompozitorët deri tek artisti që do t'i jepte shpirt. Plus, pastaj po flasim dhe për një matematicien, një fizikant, që e ndihmoi shumë edhe për të konceptuar vargun, për ta ngjitur e për ta lidhur bukur. Këto ishin autorë, si Jorgo dhe dy miqtë e tjerë, që dinin që lart këngëtari duhet i vije zanore, at, et, ot, që të shpërthente zëri. Nuk mund të këndosh sipër me i. Deri aty punonin këto poetë. Kjo është një zotësi e madhe, është një intuit e madhe. Por të mbetemi ke Jorgo Papingji. Do të vi tani një këngë që është vërtet e pavdekshme, një këngë e ndjerë dhe një nga ato këngë që vazhdon të mbetet ende në ditët e sotme shumë elegante. Dhe kush më mirë se një nga zërat më finë, më elegante, që nuk u kuptua kulturën të muzikës shqiptare, po. A kush është ky zot, ta dim? Viviana Kondakçi, me të dua. Vivi, i po sjell një këngë që dikur edhe u harua pak, edhe unë do desha vetëm një fjali për Jorgon, se ti e njeh edhe më mirë se ne. Mendoj se është këtu. Gjithmonë ka pasur respekt. Njëri i mrekullueshëm, jo vetëm artist i mrekullueshëm. Edhe mendoj se këngët e tij nuk do harrojnë kurrë. Është po, më shumë pak, po e sigurt, ama ne vetë po bëjmë dhe gjë më shumë, po sjellim dhe ato këngë që ndoshta kaluan pa kuptuar. Dhe një është kjo këngë këtu, që është e Luan Zhegu, që muzikë me tekst të Jorgo Papingjit. Të dua, Liliana Kondakçi.
një përshëndetje për ty më flet. Një deti kaltër, një ndjenje pastër për ty më flet. Një natë pa gjumë, një pritje më shumë për ty flet. Se më të dhe me qenë, se të ndjej dhe më ndjen të dua. Se kësojmë bashk, se mërsitemi bashk të dua. Se ti vetëm s'mële, se të dy jemi një të dua. Se qdo rrahje e zemrës të dua më thon. Se më do dhe më gjen, se të ndjen dhe më ndjen të dua. Se gëzojmë bashk, se mërsitemi bashk të dua. Se ti vetëm s'mële, se të dy jemi një të dua. Se qdo rrahje e zemrës të dua më thon. Buzë mbrëmje, malli një kënge për ty më flet. Një buzë qeshje, një përshëndetje për ty më flet. Një deti kaltër, një ndjenje pastër për ty më flet. Një natë pa gjumë, një pritje më shumë për ty flet. Se më të dhe me qenë, se të ndjej dhe më ndjen të dua. Se kësojmë bashk, se mërsitemi bashk të dua. Se ti vetëm s'mële, se të dy jemi një të dua. Se qdo rrahje e zemrës të dua më thon. Se më do dhe më gjen, se të ndjen dhe më ndjen të dua. Se gëzojmë bashk, se mërsitemi bashk të dua. Se ti vetëm s'mële, se të dy jemi një të dua. Se qdo rrahje e zemrës të dua më thon. Se qdo rrahje e zemrës të dua më thon. Një duartor këtë tjetër madhe. Mishi i tjetër. Bravo Lin. Edhe sa vjen për më bukur për dhe zëri, që paske pasim, që gjeni paske pasim? Si që keti me të aktivitetet të tua? Te aktivitetet e mija vjen zëri, Qa komplimenti, se kësha t'i gjënë e të komplimenti. Faleminderit. Dhe me që folëm për zërin, ti e di që unë bëjnë njerë lojra, nuk e për një gjë. I lutem shërbimi më i mirë në Shqipëri, Alfa Sound, doktor Kibja. Shiko që ndërësimi të një. Që të qatërove, në Disney krita të publik, po edhe si. O, sa bukur, kamera, publik nga publiku. Atere, të bëjmë diçka që po e pret publiku, ta fillojëm dhe vazhdo shti me publik. Kur zbardhagimi Për herën ty të pret të shoh dhe ty dhe djeli linë më shpejt dhe gazi zemrën des kur shiheni të dy. Dhe djeli linë më shpejt dhe gazi zemrën des kur shiheni të dy. Çfarë këre vepre? Po qa bëjmë koncert me kënë? Sa bukur! Dijova zërin e Rudinës merdi, qiko, Rudina Magjistari, falenderit. Edhe për promovimin që i bënë artit për të. Atere,
Një të ato pike të farë. Unë një drita se më sot shumë, mos me nëzirë shumë. Atëre, Lilin, unë duat më rishtu se ndoj njerë, ne mund t'i bëjmë të gjera. Dalim këtu dhe të bëjmë bashkë me publikon. Jeni dakord? Patjetër. Se tashi u fresku dhe koha dhe në dhe dhe zëri më mirë. Liliana, kondaksi. Faleminderit. Vazhdoj? Do të mund ta marrë se kemi tjerë. Shikoj, atë djalin aty është ndërkombëtar ai DJ Andi Hidri do ato rritjet pa parë. Që vini hije, ja. Për dhërë mikrofonin tonë, kemi një moment shumë të veçantë. Ju thash që kemi disa gjenerata këtu, da? Dhe jemi gjithmonë ke Jorgo Papinj. Po, fillimisht do të prezantojmë këngën e re me tekst të Jorgo Papinjit. Po pra, patjetër. Marlin Tatani. Kush Marlin Tatani? Marlin Tatani, hajde, kërë do e të rukini, shiko. Është ere parë që një ullur, se kësëri në një vënd. Marlin Tatani, forta, Energji të re tani, breza të rinj. Publiku, si ma përshëndeti publiku mua, ua pas emocione Marlindi sot. Të keqe në. Marlindi se një këngë të re shumë interesante, me tekst gjithmonë të madhit. Jorgo Papinji, Poezia ime. Marlin Tatani. Duket se pas kam shkruar poezin time të parë, poezia ime parë, dashuri e parë në jetë, ti më bëre ëndrimtar, ti më bëre dhe poet. Me ty flehem, me ty ngrihem, në një stot gjithmonë të mbaj, me ty pucem, me ty grindem, me ty qeshe, me ty qaj. Kam gjetur, buze faqe sa kam prekur, si në ëndra më janë tretur, poezi ty të kam jet, poezia ime par, dashuri e par në jet, ti më bëre ëndrimtar, ti më bëre dhe poet. Me ty flehem, me ty ngrihem, në një stoj gjithmonë të mbaj, me ty pucem, me ty me ty qeshe, me ty qaj, të kam drequr, të kam prishur, të kam shire, të kam grisur, të kam nisur e rinisur, as një herë nuk je mërzitur. La 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 la. Që kur pata belvëzuar, kur në djepe kisha qarë, duket se pas kam shkruar poezin time të parë. Bravo!
po shkon kjo botë? Një ditë u zgjua bota nga ëndra që kish parë, e qirej, qante, qeshte si e marë. Me flokët e pakrehur, shpresa zhdukur, kërkon të bota trurin që kish humbur. Si erdhi kjo sëmundje? Kush e solli? Çku çedur nga legjendat birin polli? E bota, kur vetë e ndërsente, kërkonte një arsye por se gjente. E trembej të shikohej në pasqyrë. Kjo botë vetë vrarë, kjo botë e ndyrë. Ku po shkon kjo botë? Nuk e di as njeri, nuk e di as unë, nuk e di as ti. Ku po shkon kjo botë? Pa ma thuaj ti, pa ma thoni ju, kjo është shmenduri. Bravo. Faleminderit Fotela. Gjergj dhe publik i dashur, pak më parë na erdhi nga Greqia një përshëndetje shumë e veçantë për dy nga miqt poet që nderojmë mbrëmjen e sotme. Nga një mik i tyre i hershëm, një kompozitor që me muzikën e tij i dha jetë dhjetra këngëve shqiptare. Një artist që krijoi një bashkëpunim të jashtëzakonshëm me tekstet e Arben Dukës, por gjithashtu dhe të Jorgo Papingjit. Këngë që sot janë pjesë e memorjes son kolektive dhe mjafton një tingull, një varg që publiku t'i këndoj. Ne do dëgjojmë fjalët e kompozitorit, mjeshtrit të madh Vladimir Kotani. Desha të them edhe unë disa mendime për Arben Dukën dhe Jorgo Papingjin, të cilët kanë qenë bashkëpunëtorët e mi më të afërt, më të suksesshëm e më afatgjatë. Me ta jemi nderuar disa herë me çmime të para e të dyta në festivalet e radio televizionit, në koncertet e majit, në anketat muzikore apo në veprimtaritë e tjera artistike kudo në mbar vendin. Poezitë e tyre në meloditë tona të këngëve ishin sa të thjeshta për të kuptuar e mësuar, aq edhe profesionale në të shkruar, sepse i bashkëngjiteshin melodive duke përputhur bukur emocionin letrar me atë muzikor. Me të dy këta poet kam krijuar këngë të bukura të cilat janë kënduar e vazhdojnë të këndojnë edhe sot në ambiente shoqërore e në evente të gëzuara familjare. Kujtoj këtu këngën Çelsi Gonçi Dashuria. Erdha tek ty me dritë në sy, asnjë fjalë s'fola unë, zëmrat thana i shumë. Apo këngën Në moshën e rinisë. Dhe 20 vjeç mos isha unë vërtet, do më bënte të tillë kjo jetë. Ose këngën Lot me ty o djalë se ta di merakun. Eja o shoku ynë, të kemi pritur. Ti çke gjëri më janë kaq i mërzitur, vargje këto të Arben Dukës në këngët tona. Apo vargjet e Jorgo Papingjit në këngën Kur e humba një dashuri. Dashurinë e parë dhurova për të njohur një njeri dhe mësova unë të mos gaboj kur e humba një dashuri, ose në këngën Nuk plaken ëndrat. Mosha jo s'ka rëndësi dhe pse vite kanë kaluar, je dhe mbetesh prap i ri po ti jesh i dashuruar. Vargje këto të poetit Jorgo Papingji. Arbeni shquoi në vargun poetik profesional, kurse Jorgo për finesën e gjetjes së fabulave jetësore njerëzore. Duhet një emision i tërë për të folur për secilin nga këta poet, por nuk mund të zgjatem në këtë aktivitet, prandaj po përfundoj duke shprehur dhimbjen time për mungesën e tyre të parakohshme nga jeta dhe qofshin gjithmonë të paharur. Vladimir Kotani, një prej autorëve më të rëndësishëm të këngës shqiptare. Ju falenderoj shumë për këto emocione kaq të veçanta, kujtime që ndihen të gjalla edhe sot. Është momenti që t'japim skenës një energji të re, të brezit të ri. Pas pak do të vinë në skenë një talent i ri të cilin e keni ndjekur dhe vlerësuar edhe në koncerte brenda dhe jashtë vendit, një artiste që përveç pasionit për këngës, luan mrekullisht edhe në piano. Do të vime një krijim të ri të Gjergj Lekës me poezi të Jorgo Papingjit, Caitlin Gjata, me këngën Ëndrat. E mirëpresim. Po i kanë Caitlin. Hajde ti. Fort. Kto kanë nevojë për duar tropike? Caitlin. Me letra
e vjetra, e fletushkat po lexoj, janë të zverdhura nga jeta, dhe relike qeta plot, por në ëndrat nuk i qeta. Asa qava unë në zë, që mos më dëgjonte bota, kriza ëndrat një nga një, sepse ishin krejt të kota, e më lini një mendim se më duhej që t'i gjeja, ëndrat ikin më nuk vin, se bim plot ëndrat të reja. Më pa në ëndrat nuk më njohën, ase unë njoh ato, si për qume hapnin gojën, vini nga një tjetër kohë. Çfarë po ndo me këtë përgjigjet janë të thjeshta, ëndrat që i do vërtet, të gjitha janë gënjeshtra. Asa qava unë në zë, që mos më dëgjonte bota, kriza ëndrat një nga një, sepse ishin krejt të kota, e më lini një mendim se më duhej që t'i gjeja, ëndrat ikin më nuk vin, se bim plot ëndrat të reja. Ëndrat ikin më nuk vin, se bim plot ëndrat të reja. Të reja. Wow! Më qove tatuazhe të tjetë. Fort! Ka që vogël me këtë interpretim, ja pra kjo është rinia që duhet të ndoj si që duhet. Unë e marrë shembullin më të mirë, Ketinin, Marlindin, Delinën që erdhi pak më parë. Ja pra, që nuk është ashtu si ne mendojmë nga njerë, e por rinia e sot me atë do. Rinia merë atë që japim ne, fatkesisht shumë herë japim nërë të gabuar. Ja ku është përgjimi. Të lumë, me emocionale të gjella. Shihemi në festivalin Festa e Këngës Shqiptare se keni këngë shumë bukur. Okej, tashti. Kur isha i vogël, e shika në sy tjetrin, tundja kokën, dhe thosha, hajde, sot atë ky. U rita pak, dhe më mësuan shumë, më mësoj Osman Mula, më mësoj Limos Dizdari, Qërstapela, Prishdaria. Pse? Nuk pën kur moral. Por më quajtëm fëmijë natyrë. Si që bëri me mua, një nga miqtë më të mirë që pata nderin, ta kem dhe do ta kem çdo ditë në përditshmërinë time. Aleksandër Lalo. Nuk e prisja ardhjen e Endrit, djalit të Sandrit, ma apni pak dritjova, sulta vërova kot, me bashkëshortën e tij. Ato janë një familje e madhe dentistësh. Sandri doli jashtë rave, se duhet gjithmonë në familje një jashtë rave.
Ama, unë nuk e dija që do vinit, por ndërkohë, duke pasur një staf të tillë, më gjetëm një moment, ma thonë tashti, për të kujtuar babin tuaj. Për mendimin tim, kënga më e bukur që ka shkruar ndonjëherë Aleksandr Lago, është kënga që i dedikon dashurisë më të madhe të jetës tij, bashkëshortes, dhe ka titulluar Marga ime. Unë gjeta një fragment shumë të shkurtër. Me ulni drita dhe ta dëgjojmë me respektin më të madh të gjenit të këngës. Ta sërëtusha kënga. Fjala që mendoj nuk thuhet vet, duhet të jetosh për të një jetë. Kaq vjet që në ëndër jetove me mua, ti me ëndrat e ndjenjat e tua, më mësove në dashur të tua. Çudi sot më duke në thjesht, çudi se kam pritur një jetë, të thras në emër dhe të them si që më ndur të dua. Marga ime do të kufte të them më faj. Çfarë kërë Ka shpata mundësi për të sjellë babin afër, dhe nuk e bëra thjesht për ty, Endri, e bëra në radhë parë për vetën time si egoist që jam, se jam artist, por edhe për gjithë ata që e kanë dashur dhe duan shumë babin tënd. Vazhdojmë. Një artiste që publiku e ka dashur gjithmonë për elegancën, interpretimin, ndjeshmërinë që i ka dhënë çdo këngë që ka kënduar. Këngë si Grur dhe këngë Vogëlushi im kanë mbetur gjatë në kujtesën tonë, jo vetëm për melodinë, por për mënyrën dinjitoze dhe të pastër me të cilën ajo i ka interpretuar. Ndaj jo më kot, kolegët e kanë konsideruar dhe kanë quajtur shpesh herë si vajza e mirë e skenës shqiptare. Përpara jush, Elida Shehu! Vazhdoni sa për që e Elida. Elida Shehu. Tamam, vajza e mirë e skenës shqiptare. Tani, Elida unë e di që të kanë mbyt emocionet, Elida vjen nga shumë larg, unë nuk e prisja, më bëri një surprizë të mrekullueshme, edhe duhet jemi shumë mirënjohës për këta artistë që lënë çdo gjë dhe janë në fund të botës dhe vinë këtu për të respektuar artistë të tjerë. Nuk është një veti e kohës së sotshme, është një veti e njerëzve të mirë, me zemër të madhe dhe të mençur mbi të gjitha. Elida Shehu do vi përpara jush me një surprizë, me një tekst të Agim Doçit. T'ja them dhe sekretin që e kemi shkruar pak ditë përpara, sepse i pëlqeu shumë poezia Lidës. Unë ula bëra shpejt e shpejt muzika dhe unë do ta quaja një Nina Nana, por kësaj radhe që vajza i këndon nënës dhe jo nëna vajzës. Dhe Elida ja dedikon nënës së saj, por edhe gjithë nënave të tjera. Poezia e Agimit titullohet Nënës. Elida Shehu. Plagën e shqëroj,
vetëm nëna. E pudh ballin qelin lule, e pudh kushën me pekule, pudh ajo i nati ulet, veç nga nëna. Feminën kur na ther zemra, dhe kur s'është buzëqesh në ëndra, se është nënë e dashurive, mal nga zemra, një nana për kundi, dore bardhë si palumbi, veç nga Zoti dhe nga nëna, qelet jeta. Hapi saj i leshtë si flutu, kur ke dhimbje vjen i pari, zëri saj vjen aq i bukur, është nëna. E pudh ballin qelin lule, e pudh kushën me pekule, pudh ajo i nati ulet, veç nga nëna. Feminën kur na ther zemra, dhe kur s'është buzëqesh në ëndra, se është nënë e dashurive, mal nga zemra, një nana për kundi, dore bardhë si palumbi, veç nga Zoti dhe nga nëna, qelet jeta, veç nga Zoti dhe nga nëna, qelet jeta. Lida, bravo. Si po drive, pasi unë e di që e zë mami këtu, mi drejtoni pak kamerat. Çfarë krenarie duhet jetë? Nën, takzoni. Ore sa qef do kisha, i ke dhe vajzën, unë nuk e njoh vajzën tuaj, por mendoj që vajza do kishte shumë dëshirë, besoj që të dedikon të ty një koncert, ja dedikove nënës. Vajza merret me muzikë, me çfarë merret vajza? Fal, pa problem. Punon me një siguracion. Siguracion? Mos e thuj emrin, duhet japi pare për po thoshëm. Patjetër. Sidomos me këto sigurinë, s'kam mirë mohabetin fare. Vajza juaj është këtu sot? Jo, nuk është këtu, se është ka një emision në Kosovë. Kosovë, se merret me çfarë? Me televizion goca? Jurnalist. Si e ka emrin? Malbora. Malbora si sigarja? Mal me bora. E njihni këtë Malbora. Malbora. Se kam dëgjuar më herë, po u bëf si nëna. Faleminderit. Emrin ja ka vënë nëna ime. Ja ka vënë nëna juaj. Atëherë ajo ka dy fish detyrim. Malet me borë janë në Peshkopi, në Dibër. A mos, jo vetë, më falë, edhe këtu në Tiranë ke malet? Ato tonat janë në Dibër. Në Dibër. Ka Dibër në të. Atëherë, unë nuk e njoh Malborën, më kanë thënë që është një vajzë shumë e paraqitshme, se s'ka ku janë, në fakt. Edhe
unë po i drejtohem nëpërmes ekranit. Uroj që mos futen kështu nëpër, se di ka dalë çik mod kerinia, futen kështu në shtëpi dhe flasin me njëri tjetrin. Po. Futen nëpër shtëpi. Uroj mos ta bëj goca jote këtë. Jo. Maksimumi çojmë në një ferm. Ke ferma. Po. Me një lop, me një gomor. Ha? Këtu në Ib ka disa ferma. Po s'ka gomer. Jo. Në do merë viliri. Malbora shkruaj këngë mamit ti dhe lëri fermë. Një dorë tortitje për familjen, ishe krenari dhe të mesin që të pata, je mrekullueshme, ta pa qatë borç. Faleminderit. Elinda Sheu. Jo tani është momenti që në këtë udhëtim mes poezisë dhe këngëve, të mos harrojmë edhe një bashkëpunim shumë të dashur për publikun, dhe një nga emrat i cili besoj jeton në memoriat e gjithë secilit dhe është një kompozitor fantastik siç është Luan Zhegu, jo vetëm interpretues me zë të ngrohtë dhe elegant, por mbi të gjitha një kompozitor që ka ditur të jap frym, melodi, elegancë këngës. Në mënyrë të veçantë ai mbetet i lidhur me krijimtarinë e poetit Arben Duka, duke sjellë së bashku një bashkim të rrallë mes vargut të thjesht por të thellë dhe muzikës që mbetet thellë në memorie që në dëgjesën e parë. Me tekst të Arben Dukës dhe muzikë të Luan Zhegut vjen kënga Ti nuk e di, këngëtari më tha se ç'është jeta, një këngëtar që nuk ka nevojë për shumë prezantim, përpara jush i madhi Kozma Dushi. Hajde babuç, hajde. Fort pa. Tashi, Kozma, përshëndet publikun tënë që do ai shumë. Ja ku e kemë. Brava të gjitha. Ja ku e kemë. Spektatorë mrekullueshëm. Më kujtohet pyes një mik Beratas. I thash në vitin 92. Ku po shkoni, thash? Deri në Gjermani komi, më tha. Se Berat Kozma i thon komi. Këtu në Tiranë thon kozi, po unë s'kam qepo, edhe dhe i përshëndes. Po komi thon Beratsi. Dhe i thash, po çfarë do bësh në Gjermani, thash? Edhe do blej një Benz. Po ka marka të tjera, Benz. E vajti Gjermani, u kthye. E mora, i thash, e mora, tha, po di si e mora, tha? Vajta në fabrika tje dhe i thash, kush ish i madhi këtu, pronari? Esha i shëndoshi atje tha me cigare pura në gojë, tha i po pita. Mirë tha, dhe shkoj të takoj. Mësova komunikimin gjermanishta, se nuk dija tha. E i tha, urdhoj tha, unë ka marrë të blej një Benz tha. Ja ku i ke? I vazhdo thue markën, se ato kanë dhënë dhe shumë lekë për të programin. Benzi, ja ku i ke, tha. Ja, tha, nuk doa si këta Benzon, tha. Unë doa Benzi jashtë serie. Dhe ju spektatorë këtu, jashtë serie me la, jeni ju spektatorë jashtë serie. Ju dhe jeni Benza. Do të mrekullueshëm. Faleminderit. Unë thash ku do t'inte, po ma kësë priska ta. Do më thënë, është ere parë që unë kam bëj me kaq Mercedes, dhe kupton, këto mi prisi gjitha se... Nuk ka makinë si Benz Mercedesit, e le t'janë sa të duan, a e është me i miri për Sa të kam dënë, mo, sa të kam dënë. As i leks më ka në, unë e them në shpirë tim. Me gjitha ta Gjergji, unë më thove të falenderoj shumë. Nëjsi. Një përshëndetje speciale kam për familjet e poetëve penat Të gjithë bashkë, dhe të pavdekshëm. Jorgo Papigji, Agim Doçi dhe Arben Duka. Dhe familjen Aleksandr Lalo Smart, kompozitor për mua i Ennio Morricone i Shqipërisë. Mangën edhe djalin. Falenderoj dhe Luan Zhegun për këngën e bukur që më ka bërë me poezi të Ben Dukës. Ore, si kisha parë kur të gjithë dhe bashkë të qanit e shumë. Unë... Në 25 vite që ju njohë. Atë ke që vajtë. Kjo të regon që mbetet të ri. Unë kam kënduar në historinë e këngës time, në udhën e këngës time dhe jemi sinqert. Po. Zoti dhe unë lartë me Arben Dukën kam bashkëpunuar 80% të këngëve. Mbetesh Benz. Kam dhe me Jorgo Papigjin, me Agim Doçi s'pada fat, po e kisha shumë mikë e doja. Serë më takonde më putë për qafonde. Faleminderit. Po më duket vetja si kur janë në mbledhjen e blokut të disa viteve më parë ku jepim llogari. Po dhe kjo është një gjë e bukur se rikthejmë Ja, ka nuk është llogari, është bashkëbisedim. Tashti, unë do të nxjerr pak bojën i çik fare. S'ka gjatë. Sepse i thash Kozma, i bie 10 telefonit.
Ti e di që unë s'gënjej. I thash Kozma, do bëjmë provë të vogël me këngën? Ua, tha, do vija, tha. Po më hajde thash. Jo, tha, se po gjuaj peshk. Po, është vërtet. Edhe mendo, sikur më intereson të mua gjesht, si ta bëjta, kam hedhur 10 kallama. Desha më i thonë një gjë tjetër për kallamin, po s'ja thash. Unë shikoj kam pasion, në jetë kam pasur pasion për lumbat, edhe kallamin, edhe peshkun. I madhe Kadri Roshi, Mentor Gjemali, Abdi Mure, nuk ka si quhet ti e peshkut, te e stresin, është kënaqësi. Edhe jo duhet jetë për vokalin, jeni për zerin. Unë e kam vërrujtur zerin. Jam 72 vjeç. Dhe vokalin e kam vërrujtur. Atere, ik çdo ditë për peshk. Do vetë, fatjetër. Kozma dushi me një kryevepër, dëgjoni këtë këngën, edhe i jam duar të artistë mirë. Fatjetër. Se sa të dua, ti nuk e di se që e për mua, o ylli në krah haruar për të udhëz, duke kënduar. Ti nuk e di, por e di unë, se shto të thot, si are furtun, dhe ko nuk e mi as për ju, se jeta është e shkurtër shumë. Di, por e di unë, se shto të thot, si are furtun, dhe ko nuk e mi as për gju, se jeta është e shkurtër shumë. Për ty është pak, dhe emri zan, shtëri do të larë, shtëri do të pra. Së më mbahin lota, kur të kam larë, më thinjem floka. Për ty është pak, dhe emri zan, shtëri do të larë, shtëri do të pra. Kur të kam pra, së më mbahin lota, kam larë, më thinjem floka. Se sa të dua, ti nuk e di se që e për mua, o ylli në krah haruar për të udhëz, duke kënduar. Ti nuk e di, por e di unë, se shto të thot, si are furtun, dhe ko nuk e mi as për gju, se jeta është e shkurtër shumë. E di, por e di unë, se shto të thot, si are furtun, dhe ko nuk e mi as për gju, se jeta është e shkurtër shumë. Për ty është pak, dhe emri zan, shtëri do të larë, shtëri do të pra. Së më mbahin lota, kur të kam larë, më thinjem floka. Për ty është pak,
më mbahen lota kur të kam la ma thinjen floka. Shumë falenderoj. Lokë shkuan. Falenderoj shumë mikun tim të ngushtë. Unë dhe gjithë kolegët këngëtarët i dua shumë dhe e kam ikë, sidomos prezantim. Po të veçantë kam luan shekull e madh. Ai është kompozitor mjaft të duam të gjithë. Falenderit. Gjeri edhe ti falenderit shumë. Sukses e paqe gjithmonë. Je një muzikant profesionist. Je më mbjet. Gjatë. Pas ma dushi fort. Falenderit. Çfarë fati kemi të tjerë njerëz. Atëherë, është një moment shumë i veçantë, do të dëgjoni një poezi shumë veçantë, jemi prapë ke Arben Duka. Mbani qetësi 1 minutë e gjysmë. Poezia titullohet Për Denisin. Si pike lotit gjanë në mua, o biri im. Denis, babaj nga vitet u rëzua, por ti u bërë elis. U ride shpejt, si vetë tima. Sa më ta nis të njohë. Në çdo që e dis të qënjes tënde, unë vetën time shoh. Ndaj, do të shkoj këte i qetë dhe u do të më treti. Se shpirti im i gjerë si det, dhe këty, i gjithi mbet. Kjo nuk është këngë për lam të mirë, po ku i dihet jetës. Bëhu në jetë njeri i mirë, dhe rop i së vërtetës. Haj paqe, piri im i vetëm. Më shumë, s'kam shtetem. Por shpirti im, ty do të mbroj. Dhe fare, kur mos t'jenë. Faleminderit. Sa e të di. Ria. Në dhe emocione. Janë poezi që i shkruan baba e tjerë për njëri tjetërin. Edhe nuk të them asgjë tjetër. Pashtu. Ti më pëlqen mua jo vetëm si aktor. Dikur mbaj mend, edhe me mosh njeriu dhe aron, por memorien është një nga gjërat e vetme që më funksionon shumë mirë. Joani dikur ka ardhur dhe ka dashur të konkurrojë edhe për këngë. Shumë i apasionuar mbas këngës dhe muzikës së bukur. Mbaj mend, ke ardhur me një material të Ray Charlesit, mos gabohem, Unchain My Heart. Po sigur ta japun sot mundësinë të këndosh në publikun ti, a cappella, çfarë duash. Ti këngën e njeh, ha? Po. Një zvarë tropike. Më mos u dridh, ha? Jo, s'dridhem. Unë dridhem kur ti në këtoj poezi, se për këngën e kam kollaj kështu. Si ishte në spon kjo muhabet. Po, duhet të vetëm këtë që ne sot nuk mund të interpretojmë Ray Charles kur kemi nderin e... Na merr të keqen Ray Charles. Tamam. Ashtu thuaj. Mirë, do ta bëjmë kështu. Ta zgjedhëm këngën edhe një refren. Ta këndosh ti me publikun. Fillojmë me Agim Doçin, një refren. Mosja prishni lumturin, mosja prekni dashurin, as kërkush mos ta provoj, se nana t'ju lejoj. Fjalla nën kudo në bot, zgjonë zemra dashurin, mirë mëngjes jetës i thot, se nana lind njeri. Kjo dorë që t'undit jepim, gjithë botën e gëzoj. Bravo. Mirë, rritet. Do a përti vetëm për nëmë. Atëri, mi që recitove diska të Benjit. Nga Arben Duka, çfarë do të kujtojë një këngë? Unë vargun e pa, unë nuk i di gjithë fjalët, po është një pyetje përgjigje. Erdha tek ty me dritë në sy, as një fjalë s'fonon, zemra tana e shumë,
zambak të ban, qelim për ne, kjo dashuri e re, jo se haroj, zemra tosh dashuroj, si dhe ti gjë, një jetë të spushoj. Sa bukur. A bëra qelim? Atëherë dëgjoj. Jemi në kohë, a do të kontakto, nëse gjeni një këngë të bukur për festivalin Festival Këngëve Shqiptare. Do vjen në kënaqësi, po mund të them vetëm diçka të shkurtër gjë? Në kënaqësi. E para një herë jam shumë i kënaqur që jam pjesë sot këtu për shumë arsye. E para po interpretoj poezi të një poeti që unë e kam njohur vetë personalisht, që është Arben Duka, dhe njëri fantastik. Dhe një poeti tjetër që është Jorgo Papingji, i cili unë vetë personalisht nuk e kam takuar, po gjatë periudhës time në familje ku unë merrja pjesë në kompeticione televizive me muzikë, Jorgo ishte tekstshkruesi i këngës time. Ja sa gjëra që ne nuk e di. Ja se vjen jetën e ty. Bravo, të do. Bravo. Hajde, ka lezet emocioni këtë rritë. Bravo. Ja rinë. Tashti, Dariana do jetë afër meje, sepse ka qef të kërcej pak. Ndrojmë atmosferën. Kam pëlqen ta them në program shumë shpesh. Ajo vajzë si vjen tani, është në kulmin e moshës saj, në një periudhë jo shumë të largët, nuk lanë gjë, pa i thëne, pa i bëre, asaj të familjes së saj, ishin kohë të tjera. E hoqën dhe nga skena ditën që po këndonte. Por, ajo i kaloi, pa ishin kohë të zgjerë, që të tilla ishin. U takuam pas shumë vitesh së bashku dhe u bën disa vite që është në gjitha aktivitetet e mia. Ajo sjell para jush një këngë që e shkruam së bashku, kështu është jeta. Me tekst të Jorgo Papingjit. Vjen nga Greqia, e pritëm deri sekondën e fundit, se po e dente avioni, do mbaroj dhe do niset, ja praktojnë artistët, për para jush, Raimonda Kamber. Hajde, se kjo është për ta kërcyer gjithë. Hajde, nise! Se ku të njoha, po e di se ti
Bravo! Raimonda Kamberi, munda. Falenderoj që erdhe. Këtyre spektatorëve, unë erdham faktikisht në orën 7:30, por jam shumë e lumtur dhe Gjergji kur më thret, jo 7:30, po nuk shoh orën fare. E thash që parë pra që fati kanë sësi unë. Raimonda Kamberi. Mikrofonin ma e këtu se edhe një, fort. Tashi, unë desha ta bëja sot pak sa një Sanremo të vogël të skenë me këtë lullet mrekullueshme. Asia, mund të qohesh pak në këmbë? Kjo vajza këtu i ka bërë, po ti e vend. Erdi jo vetëm aq, lullet që solli më vuri tapetin e kuq nuk ishin parashikuar. Asia, unë do të kërkoj një gjë. Unë nuk e kisha në program të një, për ti do më lësh një numër telefoni dhe qa festash private të kemi, do në festa private? Bëni, gjitha i ke këtu, ke kjo familja jonë, japim Asijes. Të falenderoj, nga zemra. Aleksandri nuk jeton më. Me të kam punuar nga fillimi i veprimtarisë time dhe deri në fund të jetës së Sandrit kemi bashkëpunuar në vazhdim, duke bërë këngë të ndryshme për fëmijën, duke bërë këngë të ndryshme për festivalin e radio televizionit të rriturve, duke bërë sigla të filmave për fëmijë. Sot, ajo vjen enkas nga Shtetet e Bashkuara të Amerikës për të qenë pjesë e kësaj mbëdhje kaq të veçantë, për të risjellë një krim të bukur të Shpëtim Sarachit, një version të ri të këngës Rri me mua, me vargje të Jorgo Papingjit, i lutem me shumë duar të pitje, mirëprisni Mira Konçin. Ajde. Fort. Mësoj si 35 vite më parë. Mira në sërgën, të falenderoj. Falenderit nga zemër që erdhe, falenderit. Kjo është një këngë që mua më ka pëlqyer që e kam dëgjuar. U mundova në këtë spektakël të sjell këngë që duhet kishin mbetur, por në fakt i pasuan këngë të tjera. Mua më ka pëlqyer ky krijim i Shpëtimit me tekstin e Jorgos dhe ti këtu ke dhënë atëre maksimumin. Ti tash i vjen me një mënyrë tjetër të kënduar, i zëri shpjekur shumë më tepër, notat janë shumë të mbyllura, të bukura ashtu siç duhet, me tul, siç i quajmë neve. Edhe unë do të kisha shumë dëshirë ta themi këtu para të gjithëve që ne shumë shpejt ta risjellim atë recital të vitit 90, por do të ta sjellim ndryshe me një piano prej xhami këtu, siç thoni ju, me një piano. Do ishte një gjë shumë e bukur. Një instrument dhe një zë, dhe ti ke gjithë aftësitë vokale për të bërë një gjë të tillë. Më pëlqen shumë në fakt një instrument dhe një vokal, pasi ke mundësinë absolute ta bësh më të prekshme dhe më intime, do të dëgjohet frymëmarrja, dëgjohet gjithçka. Dhe tani është si pak në mod, me thënë të drejtën, kjo është shumë e përhapur. Unë e praktikoj në Amerikë. Do të kam parë me një djalë mrekullueshëm, i Paton Matsula, shumë i talentuar. Ndërsa me ju do ta bëj me pianon me bisht, domethënë. Me ju? Me ty Gjergj. Mira kom. Në mëngjes, kur isha dhe shkom, kur me buthje më thua lam të mirë, më thot zemra, ti mos ik të lutem,
mi. Ja me lumtur dhe ndoj kësh për sëri. Ti ma vjen e ëmbël më qërton. Dashuria zemrës falje i kërkon. Rivran me je, ride pak edhe pak të lutem. Me një putje, mos shko, o kur do kthesh. Një qas pran me je, unë e di se do më kesh dashuria në zemrën time. Do je gëzimi, dhe ti atëherë do më Ripran me je, rritë lutem. Ma do zemra, musik, jam tu mira, s'më pëlqen. Asa na kishë munduar Mika. Asa na kishë munduar. Nga zëkrata të bësh. Jeni të gjithë të ftuar. Juve, Patjetër. se këtë publikuar, sidomos Abaz Hadon, ku e kam profesorin? Profesor, një doktor Kiti është kritikun më të mirë që kemi të arti. Abaz Hadon. Shiko, një diçka dal vivo a kapellas çfarë të duash ti. Publiku shyti. Vota mendoj. Çfarë duash ti? Kjo është e bukur e direktës. Tu manku që moj bello, ma bën mesi, ma bën me dor. Tu manku që moj bello, ma bën mesi, ma bën me dor. Ma bën mesi, ma bën me dor. Të pret djali në obor. Ma bën mesi, ma bën me dor. Të pret djali në obor. Ua. Dëgjoj Gjergji. Më bëre të ndihem edhe unë në këtë moment çam. Kjo është një gjë, më duket si një Është një tradicionale, krye, ha? Sikur kënga jonë tradicionale, e mrekullueshme të trajtohesh e kështu, ma bëre mishin mornicën. Qa kryeve. Abazado ka qara ti. Mira mos ne kështu emocionistë. Jemi në mosh të thyer tashmë. Të presim për koncertin, ma dhe fjallën? Patjetër. Edhe fjallën dhe këtyre. Patjetër, dhe gjithë ju presim. Doja të shtoja diçka për Po. autorët e Po. poetët e muzikës që janë absolutisht janë të pavdekshëm, teksa po shikoja fotot, ato nuk kanë vdekur, ato janë këtu. Po shikoja portretin e profesor Jorgos, madje isha këtë nga i parë sa po filluat kolazhi profesor Jorgos, isha e goca e vogël me balluka e Anash Luanit. Kam munduar E di. edhe portreti profesor Jorgos është, nuk e di, është një mrekulli, në sensin që unë jam rritur me të që e vogël dhe më kam ndjekur përgjatë festivaleve. Jam poet, siç e thash, të pavdekshëm dhe që shoqër që i kemi ende sepse i jetojmë me këngët që këndojmë. Atëre, ne shqyr që i kemi pasur dhe i kemi ato poet, prama neve kemi shumë nevojë për zëra, për shpirt dhe mendje e bukur si e ytja. Që që qatë drejshin do aty në Amerikë. Do vi. Na e fjallën që do avish? Ha? Qatë do në Amerikë? Kam shumë për të dhënë nga bota ime edhe dua akoma njerëzit më njohin më shumë se çu kanë njohur. Dëgjoj tash, kemi Top Channelin, planin ja dhe dy portale. Nesër, Gjergj Leka dha lajmin. Mira se ka dashur kur Trump. A? Por ti ama thej që duat vinë në Shqipëri. Është e vërtet? Po, në planet. Në planet e drove. Të vi Mira apo jo? E more përgjigje. Mira Konç. Shumë faleminderit me zemër. Ishe knajsi. Ndërë.
na kam mësuar dhe profesorët tanë që spektakli duhet filloj me diçka të madhërishme dhe të mbyllet me diçka të magjishme. Dhe pasaj në një për profesorëve dhe na thoshte, pasaj mes fusit çfarë doni se mjafton fillimi dhe fundi. Unë mundohem që në programet që bëj vetë, fundet sidomos të programeve, të kenë një mendim, të japin një mesazh, sepse është gjithmonë materiali i fundit i një spektakli, qoftë televiziv apo qoftë koncertal, që njerëzit largohen o me një fishkëllim të atij motivit që mbyll, ose me një mendim. Dhe jemi në një kohë që neve na bën mirë të gjithëve të mendojmë. Jo thjesht për çka na lanë dhe do na lënë akoma këto firma gjeniale të fjalës shqiptare. Por si e mendonin ata që duhet ishtja e nesërmja. Dhe nuk e thash kot, unë do ta mbyll jo me zërin tim. Do bëj një përshëndetje për gjithë ju në fund të programit në italianën, siç duhet bërë. Por dua t'ju lë me një shije tjetër, me pasionin e madh që Agim Doçi kishte për një gjeni tjetër. Ai thoshte gjenin mbi gjenit, babai i vargut, njeriu që nxori në pa me të vërtet shqiptarët nëpërmjet kritikave të tij, Gjergj Fishkës. Dhe unë sot dua t'ju lë me zërin e Agimit, që t'ju lë të mendojeni, ndoshta edhe për pak orë, ulni komplet dritat. Se njeriu nuk mendohet me dritë, as dashurisë vendohet me dritë, vendot mendohet. E se kanë ndryshuar dhe kohët. Dëgjoni si e reciton një fragment të Fishtës, miku im Agim Doçi. Kishin hyrë një rrezë dilli, ai Shënpjetri dhe Shëmhilli, e po fliqin për i halë vjetër ai Shëmhill me atë Shënpjetër se Shqipnia u rrudh, e vogël për shqiptarët, sa i vogël. Lënë e shejtë mos e zgjasim, zbresim tokë Shqipnin e masin, morën e shejtnit një lam shmënashi, nisën e matën në prevez, dashit. Mirë po lam që u ka mej, sa kanë mërit shejtnit në qafë peje. Pa i dhe nese mos mu zgjatë për me matë Shqipnin e ngratë. Peni më nashit ashtë maru. Vrit kalon dreqi malkuj, kanë prej kryt, lëkurën i kanë ruë, ma të lesh kanë bajnë dreth djallit, me i danë kry një di halë madhit. Qysh se u matë me dreth djallit, as i punë që na shkonë për smarit. Se sa të nisim, një punë të re, të parë që e prishim jemi ne. Veç dy fjalë gjithë kombit marë sëndër sënë me ja thanë deshta. Ma zorë mlidhen dy shqiptarë, se sa mlidhet i thes me pleshta. Po sa janë kombe për midhe me bashkimin, dritë kanë dalë, ka qitë dresi push në ne mos mu ba dy vetë, një fjalë. Janë fjalë shumë domethënëse, shumë therse. Dhe mendoj që këto fjalë ne na duhen sot. Që i kam të njerëz më mëndë se ne. Dhe unë që merrem edhe pak me politikë tingëllojnë shumë aktuale. Ja, unë nuk merrem fare me atë fjalën që merresh ti. Unë nuk e du fare atë fjalën biles. Më vjen keq për shumë miq politikan që kanë, se që kur janë bërë politikan, edhe miqësinë kanë një çik ndryshe. Nuk e di pse. Unë me politikën zume pa bojën, me të drejtën. Gjithsesi ka një gjë që bashkon të gjithë bashkë, është muzika e mirë, për këtë bjem dakord Gjergj. Kështu që të nderuar zonja dhe zotrin, dhe njëherë ju falenderoj shumë që u bët pjesë e kësaj mbrëmje kaq magjike. Jemi të vetëdijshëm që kemi sjellë vetëm fragmente shumë të vogla nga një krijtari vërtet shumë e madhe. Ky ishte edhe koncerti homazh në nder të tre emrave të mëdhenj, që përmendim edhe një herë me shumë duar trokitje, shumë respekt, shumë mirënjohje. I sollëm edhe një herë përpara jush Agim Doçi, Jorgo Papingji, Arben Duka, të gjithë artistët që u bën pjesë kësaj skene të mrekullueshme, për të sjellë shumë emocion.
Nderimi i madh. Dhe unë jam vërtet shumë e nderuar dhe e prit të dëgjuar kur ata mundësin që të ndaj këtë mbrëmje, të sel me titullin e Gjergji. Je shumë e aftë në zanati që bën. Publikun, ju falenderoj shumë. Shihemi në eventet e ardhshme. Ja u them që sot eventi i ardhshëm do jetë me vargun dhe me muzikën, e bashkuar me to, Ismail Kadare dhe Tritero Adel. Miru pafshim, qofshit lumtur, ju bekon Zoti gjithë. Të nis me zërin tënd dhe me ty mbaron ëndrat ti na ledha ton kur kujtimet gjon. Ti dikur në bardhëzi bekove prindrit tan, sot ngjyra i e pjetës botës anë mban. Patrokitur hyn në zemër, daj dhe ne të trasim na. Nëna jo një mosh nuk ka, dhe ëndrat bën me krah. Mirë më njës të thot një zemër, një buzëqeshje, një urim. Ramjen hap një lajm i mirë, në zemra sjell gëzim. Ja, rëmja jon pas pak fillon, ram ekranit na bashkon. Në çdo vatër deri von, të këndoj kjo zemra jon. Nesër nis një ditë e re, një urim nga zemra del. Dhe çdo ditë e javës bëhet e diel. Nesër nis një ditë e re, një urim tek ju për cjell, që çdo ditë e javës t'ju bëhet e diel. Jon një mosh nuk ka, dhe ëndrat bën me krah. Mirë më gjes të thot një zemër, një buzëqeshje, një urim. Ramjen hap një lajm i mirë, në zemra sjell gëzim. Ja, rëmja jon pas pak fillon, ram ekranit na bashkon. Në çdo vatër deri von, të këndoj kjo zemra jon. Nesër nis një ditë e re, një urim nga zemra del, dhe çdo ditë e javës bëhet e diel. Ja, me muzik mbrëmja fillon, pranë ekranit na bashkon. Në çdo vatër deri von, të këndoj kjo zemra jon. Nesër nis një